ndërkohë që mbetet fokusit tek Irani për shkak se së fundmi edhe bisedimet në Gjenev midis grupit që përfaqësonte Donald Trump, Kushner Witkoff dhe të dërguarit të Iranit ka patur, disa e komentojnë si një blokim, një pjesë tjetër si një avancim të bisedimeve. Çfarë po ndodh aktualisht në një kohë kur po i vjen fundi dhe afatit 10 ditor të vendosur nga Donald Trump, ndërkohë që nga Kreta, aeroplanbazja Gerald Ford po zhvendose drejt portit të Haifas në Izrael. Pra, si ti lexojmë këto zhvillime? Shkon, në çështjen e bisedimeve, ato nuk është se ka ndonjë, duhet marrë vetëm deklaratat zyrtare bazë, pra nuk çdo gjë tjetër është çështje propagande ose çështje klikimesh më tepër në për këto portalet e ndryshme edhe perëndimore. Në deklaratat e para që kanë dalë, që dolën dje, pra edhe iranianët edhe amerikanët, të dyja palë thanë që bisedimet ishin pra u treguan progresive në atë aspekt, aq progresive sa pasi mbaroi raundin i parë paradite, në raundin e dytë palët u takuan direkt. Pra vetëm kjo mund të lexohet si avancim. Fakti që palët u takuan direkt do të thënë që ka avancuar. Pra kanë rënë dakord me ndërmjetësin deri diku për gjërat kryesore dhe në moment që kanë rënë dakord për gjërat kryesore, takimi i dytë u bë në nivel teknikësh, pra në nivel ekspert, në nivel teknik, po direkt, pa ndërmjetësim. Pa Omanin. Pra kjo tregon që bisedimet kanë ecur për të dyja palët, kanë qenë deri diku të suksesshme. Pra nuk mund të themi të suksesshme, po kanë qenë progresive për të dyja palët. Kjo është baza e asaj që mund thuhet për bisedimet. Okej. Pra nuk mund të spekulojmë diçka tjetër. Ja. Kurse për sa i përket afatit, afati ka një problem tjetër, sepse afati që përmend 10 ditë po vërtet mbaron, edhe aeroplanbajtësa Ford po zhvendosë drejt Haifës. Problemi është Donald Trumpi. Pra Donald Trumpi është një nga presidentët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili normalisht vepron në mënyrë erratike, pra në mënyrë të pakontrollueshme, të mbushet mendja sikur ke të bësh me një psikopat ose me një sociopat. Por veprimet e tij janë gjithë kalkuluese, pra nuk është problemi se në këtë presidencën e Trumpit mungon kalkulimi. Por problemi është kriteri që ai përdor për çështjet e kalkulimit. Sepse të gjithë presidentët amerikanë, normalisht gjithë presidentët dhe presidencat amerikanë përdorin kritere kalkulimi për çdo lloj veprimtarie tyre. Po problemi është se cili është kriteri që ta përdorin. Për shembull, përpara Trumpit, të gjithë ata përdorin kriteri që përdore ishte legitimiteti i veprimtarisë dhe miratimi i aleatëve. Pra kërkonin miratim nga aleatët dhe legitimitet të veprimit që ata do të bënin. Dhe këtë legitimitetin pastaj e bënin e sajonin në mënyra të tjera, pra në emër demokracisë apo diçka tjetër që kemi folur, pra nuk është pra. Kurse Trumpi ka një tjetër shkallë për llogaritje. Ai nuk merret fare me çështjen e legitimitetit, pra nuk i intereson legitimiteti, nuk i intereson as mendimi i aleatëve, pra janë apo s'janë dakord aleatët, të lënë apo s'janë lënë ta përdorin hapësirën ajrore ose detin, pra nuk pyet për të punë. E vetmja i intereson është presidenca dhe kostot. Pra në aspektit presidenca e tij, çfarë gjurmë lë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa mund të zgjasë dhe a mund të qëndrojë dhe kostot. Janë këto. Dhe në këto të dyja, Trumpi pastaj kërkon që të arrijë, pra në baz këtyre dy për llogaritive, ai kërkon që të arrijë një sukses strategjik me kostot menaxhueshme. Po kur flasim për sukses strategjik, atëherë të kalojmë në dy pika tepër të rëndësishme të këtij suksesi strategjik. Pra, e para është cili është qëllimi i cili kërkon të arrihet, pra qëllimi politik që kërkon të arrihet me këtë veprimtari, pra në rast se sulmon, me këtë, dhe cilat janë kostot politike, ushtarake dhe ekonomike. Në rastin e sulmit kemi një kundërpërgjigje nga Irani që thotë që në rastin e një sulmi, çfarë do lloj sulmi i nivelit tjetër, qoftë se bëhet nga amerikanët, qoftë se bëhet nga izraelitët, Irani do të kundërpërgjigjet, do ta marrë atë si një çështje ekzistenciale dhe kundërpërgjigjat nuk do jetë si ajo e qershorit të vitit i shkoi. Po do jetë një luftë totale. Atëherë në një luftë totale kemi e para pika e parë është goditja e bazave. Në rast se bazat amerikane goditen dhe bazat amerikane nuk kanë kapacitete të mbrohen nga sasia e madhe e dronëve dhe raketave që iranianët kanë. Pra nuk mund të mbrohen. Po. Realitet. Atëherë këtu kemi dëm strategjik dhe dëm geopolitik në këtë rast. Pra dëm strategjik sepse ti do me thënë që tregon vulnerabilitetin e bazave amerikane, pra që janë të paafta të mbrohen, pra kapacitetin e mbrojtjes amerikane e degradon në këtë dhe nxjerr të degradimin e kësaj,
Dhe e dyta është kosto gjeopolitike, sepse bie fuqia amerikane në rajon, në të gjitha vendet ku janë këto baza, pra të gjithë shohin që s'kan asnjë vlerë me bazat amerikane. Pra në këtë aspekt. E dyta është siguria e Izraelit, pse? Sepse irananët thonë që ne do godasim Izraelin. Atëherë Izraeli është një shtet pushtues kolonial dhe shtetet koloniale e projektojnë sigurinë e tyre projektojnë fuqinë e tyre nëpërmjet çështjeve të sigurisë, pra nëpërmjet sigurisë, të krijojnë ide se janë të paprekshëm, të pacënueshëm. Fakti në momentin që Irani e sulmon Izraelin, i shkakton dëm dhe Izraeli është i pamundur për të mbrojtur nga këto raketat iraniane, atëherë këtij atë ke cënuar sigurinë. Në këtë moment që ke cënuar sigurinë, atëherë kjo është dëm strategjik, pra sepse dëm strategjik për Izraelin dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse Izraeli duket është si bazë e avancuar Shtetet Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme. Po. Dhe është edhe dëm gjeopolitik. Njëkohësisht në këto dy. Kurse Absolutisht po. Pika e tretë, Nëse ndodh. po, pika e tretë është bllokimi i rrugëve të tregtisë, të naftës, të gjirit të Hormuzit. Në këtë moment kostot janë ekonomike, jo vetëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës, po për të gjithë edhe këta aleatët për cilët Trumpi nuk e vret mendin pra për Evropën dhe për gjithë tjerët. Pra kemi kostot të mëdha ekonomike. Dhe e katërta, në rast se gjatë kësaj përplasje shkaktojnë dëme ushtarake në materiale dhe në njerëz, Shtetet Bashkuara të Amerikës, sado i vogël të jetë ky dëm. Në këtë moment kjo është kosto politike për presidencën Trump. E qartë. E cila i kushton atij, po kosto politike e brendshme, jo kosto politike e jashtme. Kjo e katërta. Pra, mbi bazën e këtyre të katërve, presidenti mundohet të marrë një vendimarrje. Prandaj them që afati mund të ketë, afati mund të zgjatet sërish, sepse Irani ka vendosur t'i kundërpërgjigjet dhe këtë e ka bërë jo vetëm nëpërmjet retorikës, por ama para një jave Irani vendosi të bëjë një ndryshim të madh. Ju përgjigjet në mënyrë institucionale, duke bërë të qartë që kundërpërgjigjja e Iranit do të jetë e madhe dhe institucionale. Irani krijoi Këshillin e Sigurisë, Këshillin e Mbrojtjes, i cili nuk e kishte para një jave. Po. Dhe në këtyre të këtij Këshillit të Mbrojtjes vuri një personazhi e emri i cili është shumë interesant, është Ali Shamkhani. Ali Shamkhani është një nga personat i cili, ose mund të themi personi i cili ka eksperiencën më të madhe në çështjet sigurisë në Iran. Pasi ka qenë ministri i mbrojtjes i Iranit. Ka qenë komandant në ushtrinë e rregullt iraniane. Ka qenë komandant në gardën revolucionare iraniane. E qartë. Është sekretar i Këshillit Kombëtar të Suprem. Dhe është edhe këshilltar direkt i liderit suprem. Ali Shamkhani. Ali Shamkhani. Pra, kanë vënë njeriu më adapt që mund të bëjë ndërthurje ndërmjet gardë revolucionare dhe forcave të armatosura. Dhe kush merr pjesë në këtë Këshill të Mbrojtjes? Në këtë Këshill të Mbrojtjes marrin pjesë përfaqësues direkt të liderit suprem, pra në Këshillin e Mbrojtjes, cilin e drejton Ali Shamkhani. Merr pjesë ministri i inteligjencës, pra ministri i shërbimit sekret, ata kanë ministri, jo siç e kemi neve drejtori i shërbimit. Merr pjesë shefi i shtabit të forcave të armatosura të ushtrisë iraniane, merr pjesë komandanti i gardës revolucionare, merr pjesë komandanti i forcave toksore të ushtrisë së rregullt të Iranit dhe merr pjesë edhe kryetari i shtabit qendror të menaxhimit të krizave, është njëjtë ai shtabi i cili udhëhoqi luftën 12 ditore ndaj Izraelit. Pra këta persona dhe do të thotë që në momentin pra e gjithë ky këshill dhe ky këshill ka marrë kompetencat që në rast se në momentin që Irani sulmohet, atëherë çdo lloj vendimarrje, çdo lloj vëmendje drejtohet nga ky këshill. Pra domethënë në atë moment nuk ka më marrëveshje politike, por gjithçka i lihet në dorë ushtarakëve dhe ushtrisë. Pra janë ata të cilët do të vendosin nesër se do. Dhe baza kryesore e këtij grupi është garda revolucionare, e cila llogaritet nga të gjithë që është pjesa më e pak komprometuar dhe më e pak korruptuar e vendit dhe më radikalja. Pra me këta njerëz nuk mund të ulesh në tavolinë bisedosh. Pra kundërpërgjigja do të jetë vetëm ushtarake. Dhe kjo kundërpërgjigje ushtarake normalisht që ka kosto shumë të mëdha për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe presidenti është në këtë fazë. Prandaj jam i bindur që mund të shkojë në një fazë tjetër, pra mund të afatet mund të shtyhen. Dhe fakti që janë ulur palët së bashku, pra që po avancojnë deri diku. Kanë qenë ulur pa nevojë në ndërmjetësve, plus kemi edhe një gjë tjetër që sot është nisur drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës, ministri i jashtëm i
Omanit, i cili ishte ndërmjetësi në këtë moment, ka vajtur dhe ka takim direkt me Donald Trumpin, pra në shtëpinë e Bardh nesër. Për të parë se si. Pra derisa ky ministri, pra ky që shihni në foto, që është ulur me Witkoffin, ky ishte ndërmjetësi, pra ky po shkon direkt të takoj Trumpin. E qartë. Dhe besoj që do t'i japi një tablo tjetër, pra ta asaj që mund t'i japin ata nxitësit që ai ka rreth vetes të luftës së tillë, ky mund t'i japi një tablo tjetër, sepse normalisht Omani është nga vendet cila preket nga goditja, pra nga kjo luftë. Sepse lufta kthehet në rajonale, do të kemi gjë parasysh. Ajo çfarë Trumpit nuk intereson. Dhe aktualisht në aspektin strategjik, iranianët aktualisht janë në avantazh. Pra po i dheqin nga ana strategjike, ata po udhëheqin ngjarjet çfarë ndodhin. Për arsye se ata kanë bërë një kërcënim të qartë dhe të pastë, thonë që çfarë do të sulmi do ta kthejmë në luftë rajonale. Trumpit nuk i intereson lufta rajonale. Sepse lufta rajonale ka të gjitha këto kostot që tham. Po. Dhe Trumpi është munduar që t'i mbylli luftrat rajonale. Pra, në Siri, për shembull, që të mos kalonte në luftën rajonale i dha dorë të lirë Erdoganit dhe Ahmed Shares dhe Izraelit. Pra, për të mbyllur që mos kalonte në luftë rajonale. Kur Izraeli filloi sulmoi, pra pasi sulmoi Gazën, Libanin dhe mundohet të sulmonte të tjerë, atëherë automatikisht sulmoi edhe Sirin. Donald Trumpi, pavarësisht mbështetjes të genocidit që i dha, pra është pjesëmarrës në genocid, në fund hyri duke detyruar izraelitët të pranonin një armë pushim në Gaza, që kjo gjë mos të kalonte në një përplasje rajonale. Pra në një krizë rajonale. Pra është munduar gjithë sepse krizat rajonale normalisht që kanë kosto politike për perandorinë, e cila pretendon që e kontrollon këtë. Pra kjo është. Prandaj them që mund të kemi lëvizje, kjo nuk do thotë që dikur nesër nuk do ta sulmojnë. Pra unë vazhdoj të jemi bindur që do ta gjejnë një arsye ose diçka tjetër për të sulmuar, por gjithnjë duke u bazuar mbi kostot që ata mund të mbajnë. Nga kjo histori. Ndërkohë, Dritan, po lexoja targete dhe skenare të një sulmi amerikan, bëri shumë përshtypje që vazhdonin të ishin ato sitet bërthamore, vazhdonin të ishin garda revolucionare, bazat në Bushehr, në Shahid Yasini, vazhdonin të jenë thelbi edhe infrastruktura kritike, si rafineritë e naftës, apo power plants në Zamarkse dhe në disa vende të tjera të cilat i kam këtu. Mund të shkojmë në një goditje të limituar, sepse po e dëgjoj shpesh dhe po e lexoj shpesh, mund kemi një operacion një sulm të limituar, çka mund shkojmë tek ai skenari që ti thua gjithmonë, një goditje e kontrolluar. Unë nuk di se çfarë kuptojnë njerëzit me goditje të limituar. Pra ata që thonë goditje të limituar, kam parë edhe unë, apo nuk kam parë asnjë që të sqarojë se çfarë kuptojnë ata me goditje të limituar. Pasi goditja me të gjithë sasinë e forcave që Shtetet Bashkuara të Amerikës ka aty, është e limituar. Sido që tjetër. Absolutisht është e limituar, pra nuk ka tjetër. Pra nuk ka asnjë mundësi tjetër, me gjithë të forcat që kam mbledhur, nuk ka asnjë mund tjetër përveç se një goditje të limituar disa ditore. 4 deri 5 ditë ka kapacitete. 4 deri 5 ditë ka kapacitete të sulmoj. Dhe 10 deri 15 ditë të rezistoj. Nuk ka më kapacitete të tjera. Dhe kjo është e limituar, pra më limituar se kaq, nuk ka ku shkon. Prandaj normalisht që objektivat kanë zgjedhur, pra objektivat ushtarak janë objektiva të pavlefshme, vlore. Bazat ushtarake bëhen objektiva të pavlefshme në këtë moment, sepse do të kthehet njësoj siç u kthye për shembull gjatë luftës në Kosovë, NATO bombardonte bazat ushtarake serbe, po godiste vetëm godinat për arsye se ata kishin njohuri më përpara dhe kishin nxjerr forcat nga të gjitha bazat ushtarake. Pra nuk godisje dot në forca, nuk godisje dot në mjete ushtarake në këto. Pra e njëjta gjë ndodhe me Iranin. Pra është e pamundur, ata nuk kanë më gjëra në forë, pra është thjesht goditje për të thënë që goditëm, për të dhënë me film me një fotografi satelitore që ja i shkon në poshtë, thjesht llaçetulla. Pra kanë goditur. Është e pavlefshme në atë moment goditja dhe mund të kthehet e rrezikshme sepse ti për të goditur atë do përdorësh forcat e tua, të cilat mund të rrezikojnë për të goditur një objektiv i cili mund të jetë larg. E sqarojmë pak më vonë. Pra, njëta gjë kurse objektivat të tjerë civil janë objektivat e energjisë elektrike, të cilët goditen gjithnjë, pra janë objektivat e parë që goditen energjia elektrike, për të hequr mundësinë e forcave të komandave, nëse mendohet që për të bërë presion të brendshëm, pra në moment që godet energjinë elektrike, popullata mbetet pa energji elektrike dhe për të ngritur një presion të brendshëm mbi pjesën tjetër të popullat, por
Po ta krahasoj me këtë që po ndodh, është e njëjta gjë që ndodh që bën Rusia në Ukrainë, pra godet gjithë rrjetin elektrik e gjithçka. Ka pothuajse për një vit e gjysmë që godet gjithë rrjetin elektrik dhe aktualisht popullsia atje nuk është ngritur kundër, edhe pse ka 4 vjet luftë. Prandaj them që edhe goditja e këtyre rrjeteve elektrike, përfshin edhe hidrocentrale dhe centrale elektrike, nuk do të shkaktojë një ngritje të popullsisë, një kryengritje popullore të brendshme kundër qeverisë. Sepse një goditje të tillë, goditja është e limituar, pra kapaciteti i goditjes është i limituar. Pra nuk e ke me një kohë të gjatë 6-7 muaj dhe ti po bën namin. Nuk mundet të sulmoj për 6-7 muaj. Prandaj një goditje e tillë e shkurtër, një javore nuk e bën dot popullatën që të ngrihet kundër qeverisë së tyre. Plus do të kemi gjë parasysh që një nga objektivat cilat nuk do të goditet dhe amerikanët nuk e kanë vënë fare është centrali bërthamor i Busherit. Centrali bërthamor i Busherit është centrali ndërtuar nga rusët dhe është centrali i cili menaxhohet nga rusët. Diku rreth 400-500 personel rus atje, pra është i vetmi central që nuk do të godet dhe ky central mund të mbajë me energji elektrike edhe gjithë Iranin në rast se i godet centralet e tjera të cilat menaxhohen nga Irani, pra nuk është një problem, pra nuk do të shkaktojë ndonjë dëm të madh në këtë aspekt. Unë nuk mendoj që do të kemi në një moment caktuar mund të kemi ndonjë marrëveshje për një goditje të limituar, por besoj që limiti për të arritur në këtë marrëveshje është shumë i shkurtër, shumë i vogël. Pra po e kalon kohën që nesër të arrijë në një marrëveshje. Dakor. Ajo çfarë amerikanët po duan të bëjnë, sa po duket është që të nxisin Izraelin, që të godasi Izraeli i pari. Po. Dhe pastaj Irani t'i kthehet Izraelit dhe Amerika të mos hyjë në këtë mes vetëm të bëjë ndërmjetësinë me atyre. A lidhet kjo me faktin që Gerald Ford po shkon dritan dhe po vendoset në Haifa? Aktualisht vajtja e Gerald Fordit në Haifa nuk ka të bëjë me pjesëmarrje në goditje ndaj Iranit, vetëm F-35-at, që ajo ka një numër të limituar F-35-ash, pra 30 copë dhe në total F-35-at që do të shkojnë, që do të goditen, që shkojnë në 100 copë, pra total numri F-35-ave në rajon aktualisht shkojnë në 100 copë bashkë me ato që vinë me Gerald Fordin, por më shumë është për të mbrojtur, pra për të funksionuar si mbrojtje kundër Izraelit, pra kundër raketave iraniane që do të shkojnë, pra në rast të sulmi. Kjo do të përdoret. Dritan, ndërkohë që flasim për Iranin, kemi dhe ndërkohë që fokusi ka qenë dhe regjia manzorri atë, nëse ke mundësi regjia të nxjerrin prapë atë me piketat kryesore që u diskutuan në Gjenev, ku mbetet një nga çështjet kryesore, mbetet sigurisht vetëm programi bërthamor, se kjo ka qenë pak a shumë ajo që po diskutohet. Ajo që Marco Rubio thot, po përpiqet bind paktën sipas asaj që lexova unë, publikun amerikan, lidhet me faktin që përveç programit bërthamor, një nga problemet më serioze është edhe programi raketor, sistemi raketor i Iranit. Pra, si e vlerëson këtë, sepse Marco Rubio ka thënë që Irani po përpiqet që të ndërtojë raketa interkontinentale balistike që mund të arrijnë deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Retorika e Marco Rubio është një pjesë të ajo retorike një që bënte Bushi më parë kur sulmoi Irakun, pra vetëm thjesht ka kopjuar totalisht skenarin e Bushit, ka hequr aty armat e shkatërimit të masë dhe i ka zëvendësuar me raketat balistike. Pra nuk ka bërë asnjë gjë tjetër. I përket kraut të atyre cilët ngulin këmbë për të sulmuar Iranin. Rubio. Absolutisht po. I përket kraut luftnxitës të cilët janë në nivelin e ignorancës në aspektin e kapaciteteve ushtarake amerikane për të shkaktuar dëm ndaj Iranit, pasi dëmi do të jetë më i madh ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. I përkas një kategori njerëz të cilët nuk duan t'ia dinë fare se çfarë ndodh, pra thjesht ata të arrijnë qëllimin e tyre, shesin atë që ata duan. Ajo çfarë Rubio tha janë pjesërisht janë gënjeshtra, pastaj pjesa tjetër ekzistojnë, pra qëllimi i tyre është që Irani të arrijë të çedojë, pra në momentin që Irani çedon, pra të hiqet uraniumi, ta dorëzojnë uraniumin. Pra në moment që ti e çedon të njërin, atëherë mund të fillosh ti godashësh gjitha me radhë. Pra ky është qëllimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe i këtyre njerëzve. Pra në fillimi heqim çështjen e uraniumit. Pastaj merremi me raketat balistike. Pastaj merremi me mbrojtjen kundërajrore. Pastaj merremi me forcat detare që rrezikojnë. Pra po të ngjosh Rubio në fjalimin e tij që mbajti, ai thotë që Irani rrezikon Shtetin Bashkuar të Amerikës, interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Irani, e kam thënë edhe një herë, është një shtet islamik prej 47 vitesh. Po. Dhe deri më sot nuk i ka sulmuar ndonjëherë bazat amerikane dhe as shtetin e Izraelit, pavarësisht se retorika e saj është kundër tyre.
Pra, themi ju i ka sulmuar në aspektin e kundërpërgjigjes. Pra, themi sulmuar në aspektin që të sulmoj direkt Irani i pari këta, nuk e por që i ka sulmuar në aspektin e kundërpërgjigjes po. Pra ishtë kundërpërgjigjur sulmeve tyre që ka ndodhur. Dakor, po kjo frika me raketa balistike interkontinentale është frikë reale? Nuk është frikë reale, ata e din shumë mirë si shtarë se për 47 vjet Irani nuk ka bërë asnjë vrimtari ndaj Amerikës as kujt. Por ama sapo ka testuar atë raketën në Siberi që ka testuar atë raketën, e ka kapacitetin e raketës, por problemi këtu është zhbërja, pra problemi është kthimi sepse po kushdo që është interesuar mund të hyjë të shohë fjalim dhe Marco Rubio mbyll fjalim duke thënë që Irani po lëshon satelit në ajër. Pra, qëllimi i tyre është që të kthejmë një popull në kohën e epokës të Gurit, dhe çdo popull kur të kthehet në epokën e Gurit, siç është kthyer Shqipëria, pra në kohën e bujkrobrisë, ne jemi në kohën e slllavërisë, sepse nuk kemi as bujkrobri, se nuk punojmë as tokën, se tokat na i kanë marrë gjithë oligarkët, i kanë bërë pronë atyre. Dhe tashmë ne jemi kthyer në slllavëri totale dhe duan të kthejnë në slllavëri totale në mënyrë që të shfrytëzojnë çdo lloj të mirë materiale që ti ke. Pra kjo është interesi i tyre për shkatërimin e Iranit. Nuk kanë asnjë lloj interesi. Gjitha të tjerat janë arsyetime për të arritur atë që ata duan. Të kemi që parasysh që këto që thot Marco Rubio nuk janë asnjëra në bisedime. Jo, kjo është ajo që është bërë kërkesë. Nuk është as në kërkesë, nuk është as në kërkesë. Atë pasi dje pas bisedimeve të dyta që bën pasdite, ministri i jashtëm i Iranit doli në deklaratë për shtyp dhe tha që diskutuan vetëm për çështjen e pasurimit të uraniumit dhe kemi ofruar pasurimin e uraniumit deri në masën 1.3%, i cili është vetëm për nevoja mjekësore dhe energjetike. Pra, mbrimte ajo që arriti të bënte Obama në vitin 2016. Në vitin 2016 Obama Irani pranoi me Obama që të bënte pasurimin e uraniumit deri në masën 3.5%. Pra, dhe gjithë biseda ka qenë për këtë çështje teknike. Tha dje ministri i jashtëm, pra nuk ka pasur biseda të tjera. Këto janë deklarata politike që vinë nga Rubio nga tje për presione të ndryshme, për interesa tyre politike të brendshme por nuk kanë qenë asnjë moment pjesë e bisedimit. Pasi Arakçi dje tha që pjesë e bisedimit ishte vetëm çështja e pasurimit dhe kemi rënë dakord, pra u morëm vesh dakord me ndërmjetësim që të shkonim në 1.3% dhe këtë 1.3% e ka ofruar Irani. Pra përcaktojë qartë që ne ofruam maksimum 1.3% dhe për 5 vjet të mos bëjmë asnjë pasurim uraniumi. Pra 5 vjet ta ndalim totalisht pasurimin e uraniumit. Kjo është pra, pak a shumë. Kjo është biseduar dhe për këto çështje tha pastaj takimi i dytë ishte në nivel teknik i drejt për drejt. Dhe pastaj deklarata amerikanët, pra si Witkoff nuk dhanë ndonjë deklaratë tjetër që të hidhin poshtë gjëra. Pra dhe as Trumpi nuk ka bërë asnjë. Dhe ajo që është interesante është që as Trumpi dje nuk ka shkruar diçka në Twitterin e tij. Pra do të thotë që në këtë moment ajo çfarë ka thënë Irani është ajo çfarë ka ndodhur realisht. Pra nuk kemi diçka tjetër dhe të gjitha këto tjerat janë çështje propagande, nuk kanë. Cili është problemi politik me Iranin dritan? Regjia, nëse është e mundur ato fotot me Netanyahun, sepse ajo që vrehet edhe në fotot, fakt janë video dhe ne mund t'i marrim një nga një. Ajo që vrehet dritan është që prej 95-s, në kohën kur Benjamin Netanyahu ishte lideri i opozitës, ka qenë gjithmonë në këto terma dhe unë do t'i marr një nga një. Benjamin Netanyahu 95-a, Irani do të bëhet gati për të prodhuar vetëm një bombë bërthamore. Në 2006. Ju po thoni në 95-ën atëre. Unë nuk e dija që do ishte kjo, po do të kisha sjell, kam një gazetë izraelite të vitit 1984. Dhe ajo shkruan me gërma të mëdha në faqet parë që Irani është vetëm disa ditë larg bërjes bombës bërthamore në 84. Në 84 nuk ishte fare Benjamin Netanyahu këto. Pra, qëllimi është politik. Pra të gënjejmë se këta që futet të punë bëjnë mirë. Pra gënjeshtrat kanë mjeshtri. Dakor. Dhe gënjeshtra është që ti, sepse problemi i gënjeshtrës është që ose këtu jemi në aspektin e shpifjes, nuk jemi në të gënjeshtës. Dhe ne shqiptarët kemi një shprehje trumë, thonë shpif se diçka do mbetet. Pra, ky është qëllimi. Që në 84 të shpifim sa më shumë, në fund që të krijohet ideja që ata dhe ta sulmojnë. Pse? Sepse Irani, e kam thënë edhe përsëris, është pengesa kryesore dhe e parafundit që Izraeli të arrijë qëllimet e veta të çmendura biblike, pra në atë Izraelin e madh, Izraeli nga deti deri në Eufrat. Pra ky është qëllimi i tyre. Aktualisht dy janë entitetet që e pengojnë këtë, është Irani dhe Turqia.
dhe duan të mbarojnë punë me Iranin, mbarojnë punë me Turqinë. Nuk mund t'i bëjnë gjithë së bashku, sepse kështu kanë bërë veç e vesh. Më përpara, në rast se mbani mend, kanë qenë Libia, Iraku, Siria, Irani dhe Sudani dhe Turqia. 6 vende që i kishin problem. Atëherë ç'a bën? Edhe Jemeni, 7 vende ishin që pengonin këtë qëllim të Izraelit. Atëherë, në fillim u morën me Sudanin. Pra shkataruan Sudanin. Pra, vetëm Sudanin. Pastaj Libin, pastaj Sirin, pastaj Jemenin, pastaj Sirin, dhe tashmë ka mbetur Irani dhe Turqia. Pra kur të mbarojnë me Iranin, në rast se do arrin të mbarojnë me Iranin, siç kanë mbaruar punë me këto të tjerat, do t'i kthehen Turqisë në fund mbrapa. Irani të ri, dikush një ish kryeministër, se s'po më kujtohet emri, izraelite konsideronte Iran të ri Në Turqinë. aspektin, po, Turqinë e konsiderojnë Iran të ri. Pra, që nga momenti, duhet thotë që nga emërtimi që i vën. Pra, kur ata e konsiderojnë Turqinë si Iran i ri, pra do thotë kanë të njëjtin problem edhe me Turqinë që kanë me Iranin. E qartë, Pra, ky është qëllimi i tyre. Dritan, Të shkatërrojnë çdo lloj shteti islamik që i qëndron vizionit nazist të zionizmit të çmendur që kanë këta për të kontrolluar gjithë lindjen e mesme, dhe për këtë Netanyahu ka nisur një fushat për bërjen e një aleance të qartë kundër muslimanëve sunit. Pra e ka përcaktoi para 2 javësh në rast se mbani mend, dhe në këtë aleancën e parë nisi me Indin. Pra ata e ftoi Indin, dhe aktualisht ç'a bëri kur e ftoi Indin që shkoi në Alendra Modi, atje Izraeli ka prodhuar një armë me lazer që mund të rrëzojë raketa, mund të rrëzojë. Dhe kosto e rrëzimit të një rakete është $2. Kjo arma lazer që ka deri në distancën 300 kilometra. me lazer. Po me lazer. Vetëm Izraeli e ka? Po vetëm Izraeli e ka. Dhe këtë armë nuk ja ka dhënë as Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ja ka dhënë teknologjinë e kësaj arme as Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vendosi që t'ja japi në bashkëpunim Indis këtë armë, në mënyrë që armë të prodhohet nga India në Indi. E qartë. Pra, se dhe e përcaktoi qartësisht në fjalimin në parlament që neve duhet të krijojmë një aleancë kundër shteteve islamike sunite dhe shiite, të cilat pengojnë vizionin e Izraelit. Pra këta po flasin qartësisht çfarë duan të bëjnë. Dritan, dakord, por çfarë po ndodh nëse po shkojmë, se në fillim të emisionit thamë që mundet që të shkojmë drejt një marrëveshje, një deali. E përkohshme. Kemi një parasysh, dollën marrëveshje që Shtetet Bashkuara të Amerikës që Donald Trumpi do bëj. Është një marrëveshje e përkohshme që Donald Trumpi të fitoj kohë politike brenda vetes, të fitoj hapësirë dhe nesër të rikthehet sërish. Prandaj ngulet këmbë që Irani të çedojë në një pikë. Në moment që të çedon në një pikë, atëherë kapim tjetrën, pastaj kapim tjetrën. Pra gjithnjë, dhe për këtë arsye nuk po bisedohet në Gjenev për të gjitha këto pikat që thotë Rubio. Jo, sepse ti konsumon gjitha një dhe nuk ke më çfarë të justifikosh nesër një ndërhyrje ushtarake. Pra, konsumojmë uraniumin, e mbyllim, ram dakord të pastaj pas 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj kur ta shohim të arsyeshme Shtetet Bashkuara të Amerikës me Izraelin, atëherë kapemi te çështja e raketave. Pra, gjithnjë do të lejohet një vegz jashtë që të ketë mundësi për t'u kthyer, pra dakord e lam tash i kthejmë më mbrapa. Tha që u shkatërrua totalisht. Po, dhe do të kemi një gjë që se ajo çfarë Donald Trump kërkon publikisht, sepse këtu është gjithë problemi, ajo çfarë Donald Trump kërkon publikisht dhe e ka thënë pardje e shkruajti në Twitterin e vet, dhe tha që ne duam një Iran pa armë bërthamore. Në kohë ajo çfarë tha është ajo çfarë ka thënë Ali Khamenei. Ali Khamenei edhe ai para një jave tha ne në Iran nuk duam armë bërthamore. Duam një Iran tha pa armë bërthamore. Pra, në këtë moment udhëheqësi islamik suprem dhe Trumpi puqen bashkë në të njëjtën ide. Prandaj Trumpi ka mbetur pak problematik në këtë, pra i ka mbetur në baruti i është lagur në këtë aspekt, sepse ka menduar se kjo do este, por kjo bie totalisht në të njëjtën linjë me iranianët. Pra nuk janë për armën bërthamore. E qartë. Ndërkohë, Dritan, ajo që më bëri përshtypje dje ishte një deklaratë që e lexova dje, vetëm dje, Tucker Carlson thotë që ky është lufta me Iranin, ose është shansi i fundit që
ka Izraeli për t'i tërhequr Shtetet e Bashkuara në një luftë, sepse tha brezat e ardhshëm të amerikanëve do të largohen nga Izraeli. Ka një të drejtë në këtë, për arsye se ka nisur fushata elektorale në Shtetet Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet janë midterm në nëntor të këtij viti. Në nëntor të këtij viti është zgjedhjet për Kongres amerikan. Dhe aktualisht po të shohësh një pjesë e mirë e kandidatëve që kanë dalë, pra janë kandidatë ri, nuk kanë, ata po e thon haptazi që nuk duam asnjë financim nga AIPAC-u, janë kundër këtij lobit izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe po thonë që Amerika e para dhe jo lobi dhe jo Izraeli i pari, pra kanë dalë haptazi kundër kësaj, dhe numri i këtyre kandidatëve që kanë dalë është praktikisht jo i madh, po është i qëndësishëm. Është zhvillim i madh, sepse në rast se këta hynë, pra një se të hynë edhe 5, 6, 7, pa krijon një lob të veçantë anti-izraelit brenda që do ta kesh vështirë, dhe kjo pastaj do nxisi edhe në Senat, që të hynë edhe në Senat. Në zgjedhjet pas 2 viteve të tjera. Dhe prandaj thotë që shansi i vetëm që këta kanë është për sa kohë është Trumpi. Aktualisht njerëz si Rubio në këtë, sepse më pas është tepër e vështirë që publiku amerikan të bindet që të bëjë luftë për Izraelin. Pra për interesat izraelite. Dhe nuk do të ketë më atë qasje Izraeli që ka pas 4 viteve në Shtëpinë e Bardhë në këtë aspekt. Prandaj ka një të drejtë në këtë aspektin politik. Ndërkohë Netanyahu, pavarësisht se nuk është përgjigjur Tucker Carlson, por ajo që vrehet është që thotë që është në një farë mënyrë një përgjigje. Izraeli jo vetëm që nuk është barë për Amerikën, por është një aset strategjik për të. Si ta lexojmë këtë? Absolutisht, sepse edhe Netanyahu e ka parë këtë që po ndodh, dhe po mundohen që të mbulohen me gjithë fiku. Pra dhe ka thënë një gjysmë të vërtete me një tjetër, pra thotë nuk është barë, ndërkohë që po Izraeli është i gjithë i barë për arsye se Izraeli totalisht financohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me gjithçka financohet, edhe me para, kesh në diçka financohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe me armatime mbajt në Shtetet Bashkuara të Amerikës, diçka u pa gjatë masakrës dhe genocidit që bëri në Gaza, dhe kur thotë nuk jemi barë, sepse taksa paguesit amerikan paguajnë për mbarvajtjen e Izraelit. Dhe kjo është barë e pasër, pra këtu në këtë moment gënjen. Dhe kur thotë dhe pjesën tjetër gënjen pjesërisht dhe gjysmën e thotë vërtet, jemi aset strategjik. Po, është aseti strategjik, siç e thamë në fillim të emisionit, ishte Bashkuara e Amerikës në lindjen e mesme. Dhe në rast se ky aset strategjik dëmtohet çështja e sigurisë, pra nga siguria ky del zero, atëherë është humbje e madhe strategjike për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, këtë po thotë. Në këtë aspekt është dakord.